Po, me gjithë këto vështirësi, vetë për një person e lërë më për një manifestim dyditor, gjithë ato njerëz, gjithë shka tjetër që duhet përgatitet, çfarë thua është ajo ndoshta që ju shtyn apo ju nxit më së tepër mi ta mbani gjallë të traditës? Unë e kam prekur vetë në dorën time. Unë prapë të them këtu se të jesh mësues, të jetësh në një katund, edhe t'i shohësh ata banorë, se sa të zellshëm janë, ose ajo malësi, çfarë njerëz sa dashamirës të kulturës, unë po ta mendojnë këta të shikuesit e të vërshenjës, edhe ta shohin se ato para shumë vitesh, para 40 vitesh, apo 50 vitesh, kur s'ka qenë shkollimi, ka qenë katastrofal. Edhe çfarë dashurie kanë pas për trashëgimin. E di çfarë festa, çfarë kremtime janë basa të bukurat. Secila festë ka qenë më e harreshme se tjetra. Fajkonisa e thot, festat janë shumë të bukura, nuk I bëjnë askujt dëm.